fakulteti, që na e dim, domethënë nuk e kena na problemin të gjykata, so e kem problemin të arsimi. Domethënë vetërënditja jonë në PISA shembull na ka treguar që ajo është punë e institucioneve të Kosovës. Na jena tu shkolluar në mënyrë shumë dinamike të rritë shoqëror që po shkollohen, po qysh po shkollohen. Edhe domethënë ajo institucione që merren që kualifikojnë ato që bën matjet ato këtu në setet kolegja. Ato s'është punë e shoqërisë, është punë institucione që jo, bojnë ato. Jo, është punë e shoqërisë në mënyra e arsimit. Përderisa institucioni Ministri i Arsimit e lëni X kolegj me funksionon rregullisht. Po tash kjo është domethënë ai po janë interesat e ndërsjellë se na nuk po e fillojmë problemin prej zeros. Na po marrim problemin 4-4. Edhe që kjo është problem, jo me ty personalisht, përderisa Ministri i Arsimit e ka licencuar një X kolegj apo një Y kolegj ose lëni universitet publik me funksionuar në rregullisht aty. Po që kjo është problemi që na duhet me fillu edhe me mu ballafaqu me problemin prej zeros, prej qerdheve. Por edhe më thonë në bashkëbisedim thonë që pse s'pe çon fëmijën qerdhe dhe mundesh me punu. Domethënë na po foli për veti, po du me lidh diçka tjetër. Na shohim absolut që s'ka kur gjë të keqe, jam shumë pro, se edhe socializohet fëmia dhe është shumë e mirë ajo. Po tu i pa kushtet tona, për shembull na e dim sa kushton me çun një qerdhe fëmin, që domethënë çaj rrok që e merr një non, ty ka me shku veç me pagu qerdhen edhe me qu me marrë dhe me i ble diçka me vesh. Domethënë automatikisht ti je në minus nëse veç se e krijon një lodhje fizike ma shumë te prindin këtë rast, sepse ka kostot më dhoja. Që kjo është problemi që duhet mu fillu prej zero, që duhet mu bo qerdhe për shembull të shtetit. Jenë qerdhet private që jenë me çmime ekstrem të larta, që nuk të ofron shërbim që duhet, që aja ka licencën, po ti nuk e ka asnjë prej kushteve thuja që